Romario, si thutia, do të jetë Alvarez ylli i jashtëm i Argjentinës dhe futbollit evropian? Atëherë, Alvarez është një lojtar shumë i talentuar, një sulmues shumë i mirë dhe ka treguar veten në çdo klub ku ka luajtur. Ndërsa do e shikoja unë në të ardhmen si yllin e Argjentinës dhe futbollit evropian, padyshim se po. Unë kam shumë besim ke Alvarez, kam besim që do të bëjë një kampionat botëror shumë të mirë dhe do të jetë shumë i dalluar me kombëtarën e tij. Patjetër që në të ardhmen e shikoj si ylli i futbollit evropian, sepse po ta shikojmë edhe këtë sezon ka bërë një sezon shumë të mirë, duke ndihmuar Atletikon me gola dhe asist dhe duke arritur deri në gjysmëfinale të UEFA Champions League-s, ku takimi i parë është mbyllur 1-1 dhe ka shumë mundësi që të arrijë kualifikimin, edhe pse jo asnjë nuk e heq atë mundësinë edhe për të fituar UEFA Champions League. Tani do t'ju tregoj statistikat e këtij lojtari deri në këtë moment të sezonit. Këto janë statistikat e Alvarez në këtë moment të sezonit ku jemi. Atëherë 8 gola në La Liga, 10 gola në UEFA Champions League, 2 gola në Kupën e Mbretit, 4 asist në La Liga, 4 asist në UEFA Champions League dhe 1 asist në Kupën e Mbretit. Siç e pat pra, dhe këtë sezon ka statistika shumë të mira dhe ka mundësinë që ta mbylli këtë sezon me fitimin në UEFA Champions League, sepse dua të themi të gjitha ato ekipe që kanë arritur deri në atë fazë nuk e heqin dot mundësinë që mund të fitojnë UEFA Champions League.